Sot ne kemi më shumë punë se të tjerët për t'i rujt, për t'i mirëmbajt, dhe për t'i trashëgu dhe për t'i shfrytëzu, kuptohet njëkohësisht. Dhe kjo është detyrë e gjithëve ne, t'i rujmë, t'i promovojmë, sepse janë pasuria më e madhe që kemi ne dhe janë kartvizita më e mirë që ka qarku jonë, si për vetë komunitetet e qarkut, gjithashtu po mbi gjitha për turizmin që synojmë të na arritet në shembullin e Tropojes, po themi të Valbonës, e cila është po dhe lokomotiva e zhvillimit social-ekonomik të zonës, ndërkohë edhe pjesët e tjera, po themi, ose monumentet natyrore të qarkut Kukës, duhet promovohen po me të njëjtën intensitet, po me të njëjtën përkushtim që të kthehen dhe ato në zona të frekuentueshme nga turistat.